Me një program të pasur kulturor-artistik, shkolla fillore Regj Rushit Zajazi shënoi ditën e themelimit, një ngjarje që mblodhi së bashku nxënës, arsimtar, prindër, përfaqësues institucionesh dhe qytetar të tjerë. Në hapje të manifestimit të pranishmeve ju drejtua drejtori i shkollës Naser Ismaili, i cili ju uroi mirëseardhje dhe theksoi rëndësinë e kësaj dite duke e cilësuar shkollën si shtëpi të dytë. Kjo ditë nuk është vetëm një datë në kalendarin tonë, por është një kujtesë për rëndësinë që ka arsimi në jetën tonë, për përpjekjet e përbashkëta dhe për ëndrat që ndërtojnë për këtyre mundeve. Në këtë ditë, falënderim i veçantë shkon për mësuesit tanë, ata të cilët me durim, përkushtim dhe dashuri na japin ditë pas dite dritën e dijes. Ata janë frymëzimi ynë dhe janë shembulli më i mirë i sakrificës për dijen dhe të ardhmen. Të dashur nxënës, shkolla është shtëpia jonë e dytë. Është një vatër ku ju jo vetëm që mësoni për botën, por edhe ndërtoni të ardhmen. Në shkollë, në çdo klas, në çdo libër dhe në çdo mësim fshihet një kurth themeli që ndërton të ardhmen tuaj. Ndaj le të festojmë së bashku me krenari dhe mirënjohje për atë që kemi mësuar dhe për atë që na pret përpara. Gëzuar. Programi vijoi me paraqitjen e nxënësve në skenë, të cilët u prezantuan me poezi, recitale, pjesë teatrale, këngë, valle popullore, duke krijuar një atmosferë festive. Me këtë rast u ndan edhe mirënjohje për arsimtarët që kanë dhënë kontribut për më shumë se 40 vite në edukimin e brezave të rinj, si dhe për sukseset e nxënësve dhe mësimdhënësve të tyre gjatë këtij viti shkollor. Ndërsa nxënësja Minize Bajrami u shpall si nxënësja e gjeneratës për këtë vit, duke u vlerësuar për sukseset e saj të vazhdueshme.